Libri Shllakun Shekuj, botimi më i ri i autorit Bep Pjetri, është prezantuar për publikun shkodran në një aktivitet ku morën pjesë lexues, studiues dhe dashamirës të historisë dhe letërsisë. Gjatë prezantimit u theksua rëndësia e këtij botimi, i cili sjell një pasqyrë të gjerë mbi historinë dhe traditën e zonës së Shllakut ndër shekuj. Në këtë botim, autori Bep Pjetri ndërthurë elemente të ndryshme që lidhen me historinë e Trevës, duke përfshirë preardhjen e banorëve, historinë e fiseve, toponimet, si dhe të dhëna që lidhen me arkeologjinë dhe trashëgiminë kulturore të zonës. Ky libër është karakterit universal, sepse përfshin aty gjithë gamën e një krahinet, duke filluar nga gjeografia, toponimia, preardhjen, fiset, demografia, historia, traditat, etnografia, veshjet, të gjitha këto përbajnë një areal gjigant për një krahin që të njihet në thellësi, gjantësi komplet dhe ADN-ja e kësaj krahinet. Gjithë ekonomia shqiptare a kthy nga turizmi, pra vështrimin ekonomik, industrial, të gjitha këto të turizmi si mjet për të dalë nga situata ekonomike që e plakosi Shllakun për ndryshimin të sistemit. Pra i vetmi është turizmi. Kjo është një libër që kushdo që të vijë aty e gjen edhe një libër për Shllakun, për cilën i duhet kaq shumë me ditë që kush është në rrjedh. Përmes këtij botimi, autori synon të sjellë më pranë lexuesit historinë dhe identitetin e Shllakut, duke kontribuar në ruajtjen dhe përcjelljen e kujtesës historike të kësaj treve.